Prej gjërave tjera vëllezër, cilat dëshmojnë se ky muaj ka një pozitë të veçantë tek Allahu Azza wa Jall, është se Allahu Subhanahu wa Ta'ala në këtë muaj ka bërë një ditë madhërishme. Një ditë tepër të madhërishme, ditë fitoreje dhe ndihme të Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, pasi dha maksimumin përpjekjet e tij janë davet dhe thirrjen në Mekë, Allahu e urdhëroi që të shpërngulet në Medinë. Dhe kur pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam u shpërngul në Medinë, e pa se fëmijët e tij, kojshit e tij jehudi, cilët jetonin në atë kohë në Medinë, agjeronin një ditë. Dhe kjo e çuditi pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam. Andaj i pyeti jehudit pse agjeronin këtë ditë. Ata i treguan se kjo ditë është ditë e madhe. Këtë ditë ne e festojmë në këtë mënyrë, nga se Musa alayhi salam e ka festuar në këtë mënyrë, sepse kjo ka të bëjë me Musën dhe popullin e tij. Andaj kanë thënë Allahu në këtë ditë e shpotoi Musën dhe popullin e tij prej një tirani të madh. Ai është Firauni, dhe Allahu e fundosi Firaunin edhe familjen dhe ushtrinë e tij. Ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam, ju agjeroni në këtë ditë, ju cilët pretendoni se jeni pasues të Musës alayhi salam, në realitet s'keni të bëni me Musën alayhi salam. Ka thonë, ne jemi më meritor dhe ne jemi më të afërt me Musën, andaj thot e agjeroi pejgamberi Allahut këtë ditë alayhi salatu wasalam dhe i urdhroi muslimanët që të agjerojnë këtë ditë. Ne jemi ata cilët i duan pejgamberët më shumë se tjerët, dhe ne jemi ata cilët i promovojmë vlerat cilat i kanë promovuar këto pejgamberë. Ne jemi ata cilët e ringjallin thirrjen e këtyre pejgamberëve. Për këtë shkak vëllezër, dashuria jonë ndaj pejgamberëve duhet të jetë karakteristike jona. Mos karakterizon jehudit me dashurinë e tyre ndaj jehudive, as krishterët me dashurinë e tyre ndaj Isa alayhis salam, nga se ne i duam këta dy pejgamber më shumë se sa që pretendojnë pasues dhojzat të tyre se i duam. Ne jemi pasues të vërtet të tyre njerëzve. Për këtë çka ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, për të na bën neve me dije se ne jemi më meritor për dashurinë e Musait alayhis salam. Për këtë çka ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum. Ne jemi më primar dhe më meritor që të agjerojmë dhe të duam Musën alayhis salam se sa ju. Kjo është krenari me atë besim cilin ja ka dhënë Allahu pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. I ka pyet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ata i kanë tregu, pastaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam u ka tregu qëndrimin e drejtë. Ju mendoni se jeni pasues ti, realiteti është se ju jeni larg atij. Andaj ne jemi ata cilët e pasojnë Musa alayhis salam dhe ne jemi ata cilët e falenderojnë Allahun azza wa jall dhe janë mirënjohës për këtë ndihmë të Allahut. Kështu besimtari e feston një ditë të madhe. Kështu besimtari e shënon një ditë të madhe.